Java u karakterizua nga një dhunë, nga një egërsi çnjerëzore, por të mos thënë dhe shtazore. E Edi Rams, deputet Taulant Balls dhe falangave të tyre ndaj protestuesve paqësor. Para shqiptarve, para gjithë botës, u pa se si ndaj një grupi protestues paqësor, falangat e narkopolicisë u vërsulën me brutalitet dhe tërbim të papërmbajtur, me gaz lotësjedhës të skaduar, me sprajz specit përdorur për arrit, me topa ujë, me shqelma në kokë, me gur, me të gjitha mjetët, ndaj vajzave dhe djemve, për të cilët dhunën më maksimale e patën hedhjen e vezëve dhe të qesën me miell drejt deputetëve. Dhuna e përdorur nga narkopolicia ndaj protestuesve ishte dhuna më hakmarrëse, më primitive. Në të gjithë botën, politikanët janë gjujtur dhe gjuhen me vezë, me miell e tjerë. Po kush ndonjëherë nuk ka ndërmarrë. Dhe aty tek ajo hyrje janë gjujtur edhe gjatë periudhës kur kemi qenë ne e me radhë. Po nuk ka ndërmarrë kush një operacion të tillë, të egër, brutal, duke i qelluar me shqelma në kokë protestues të rrëzuar për dhe, duke i rrahur dhe torturuar edhe në makinat e policisë, në një akt kriminal. U përpoqen të simulojnë plagosjet policëve në një kohë kur ato ishin të gjitha fake. Jam interesuar ditë gjatë gjithë kohës me mjek dhe me mundësi tjera. Absolutisht që të gjithë policë janë dërguar aty përveç njerit që ka shkuar në QSUT për një problem shëndetësor tjetër, jo goditje, që i ka ardhur nga vapa, nuk e di se po, të tjerë që të gjithë kanë qenë për vetëm e vetëm për të akuzuar protestuesit se kanë përdorur dhunë me gjëra qesharake krejtësisht të parëndësishme. Aq e vërtet kjo sa që u arrit të kapet dhe dëshmitari Rrem, i cili nga shtrati i spitalit u gjet duke shkelmuar protestuesit dhe pasi luajti rolin e të plagosurit. Sot ata dalin para gjyqit. Unë kërkoj në emër të Partisë Demokratike lirimin e tyre të menjëhershëm. Lirimin e tyre gjithë atyre që ushtruan dhe urdhruan një dhunë çnjerëzore dhe shtazore ndaj protestuesve paqësor.